Për Viqereshën do funksionojnë shumë mirë liria. Planet që ajo do bëj për liri, për të çliruar nga kushtet e punës, për të çliruar nga kufizimet e orareve, për të çliruar nga lodhja e lartë psikologjike dhe fizike që Viqereshat mund të kenë në punën e tyre, do funksionoj komplet thyrja e tabuve dhe limiteve me veten dhe fitimi i suksesit të ardhurave në një mënyrë më të çlirët. Në momentin që Viqereshat vazhdojnë luftojnë, punojnë dhe shohin që ndërkohë vërdall ka akoma mundësi dhe opsione ku të tjerët fitojnë duke punuar shumë më pak se sa ata, kjo do jetë një lloj reflektimi dhe një lloj zgjimi shpirtëror për këtë shenjë, në mënyrë që të bëjnë ndryshimin dhe të aplikojnë në një punë tjetër, apo thjesht të gjejnë mënyra vetjake për të fituar para. Nëse Viqereshat vendosin një talent të tyre në zbatim për ta sjellë në një punë fitimprurse, ose nisin biznesin e tyre dhe bëjnë atë gjë që e kanë ndëruar gjithmonë, aty do jetë pikërisht ndryshimi dhe bumi i madh që kjo shenjë do marri drejt një rrugtimi më të suksesshëm. Nëse Viqereshat qëndrojnë brenda zonës së komfortit, në të njëjtat kushte pune, duke u lodhur po njësoj, mendoj që nuk duhet të presin shpërblim në vendet ku kanë tentuar ta shfrytëzojnë, por shpërblimin duhet ta gjejnë tek vetja dhe tek territoret e reja me grupe njerëzish të cilët e vlerësojnë më shumë potencialin e tyre. Prandaj duhet të kenë një ndrim total të rrethit shoqëror, të rrethit social, të rrethit në punë dhe të rrethit ku ata bashkëpunojnë në fitimet e tyre.